Janë gjërat që nuk mbajti dot pasi u kthye që unë rrezoj Ramën, unë do respektoj Nenin Basha, unë do respektoj domethënë primarat, unë do të bëj bashkë opozitën. Në këto janë pikat të cilët e kanë bërë opozitën sot të dobët, por nuk është më vetëm problemi i Berishës. Aty është një grup që nuk kërkon asnjë llogari dhe nuk flet asgjë dhe nuk hap gojën për asgjë, sepse ka, thash, unë e kam thënë disa herë, po e them prapë, ka vetëm një pyetje shumë thjeshtë, që duhet i bëjnë ata. E mundet dot Edi Ramën? Nuk mund të kënaqen ata se mund Berisha Salinjani. As se mundi gjithë kundërshtarët e tjerë në parti. Dhe madje ka dhe një gjë se mendojnë që në demokraci thotë kështu që Berisha është aty me votë, por po me votë, jam i bindur që 100 herë të konkurrojë te Partia Demokratike, 100 herë do ta marrin sepse është filozofia e tij. Po a mjafton kjo? Pra për çfarë po e bën? Për të qenë i pari në opozitë apo po e merr opozitën për ta bërë pushtet? Pse kur thon kështu, domethënë ky është gabim, kur thon që fitoi pa rival, kjo më shqetëson shumë që s'ka as rival. Pra një parti që ka zhdukur dhe rivalet, dhe rivalitetin, ka zhdukur grupet, ka zhdukur edhe pse tha që unë do lejoj, domethënë të ketë fraksione, të ketë aty një mendim ndryshe dha Salinjani dhe u vetë përjashtuar. Imagjino fraksione. Pra, domethënë duhet jemi me këmbë tokë. Nuk riorganizon dot sot në këtë status që ka Berisha një dhe gjithë grupi që për fatin e keq i ka humbur zëri, i ka ikur zëri, Grupi deputetëve të PD-s. Po, edhe nuk ka emra të mirë aty, ka njerëz të rinj, ka ekspert të fushave të tyre. Është një grup i mirë parlamentar, sidomos krahasuar me këtë të PS-s, me prurit e reja të PS-s, janë më me përvojë, kam ide. Duhet ishin justifikuar të paktën si Majko dikur që tha kam bërë operacion goje dhe nuk flas, kështu që edhe ata të ishin të paktën gjithë me dhëm në duar, domethënë tek dentisti që thonin nuk flasim dot, por mund të bënin me shkrim to, dhe sepse është e pafalshme që një grup atje, cilët unë mendoj që Partia Demokratike me sa e njoh, ka njerëz vital. Dhe kam treguar, unë kam dëgjuar debate, kam dëgjuar njerëz që guxojnë të thonë gjërat. Problemi është që kur këto qytetarë i thonë, i dëgjojnë këto deputetët, dinë ti thonë Sali Berishës, ore, mund të jetë Edi Ramën, cila është filozofia më? Vetëm ideja që ky i vjedh zgjedhjet. Okej, te e morën vesh, po, më thënë përballë kësaj se i ke thënë që unë do t'i mund, nuk e thënë që unë mund vetëm që se bëhen zgjedhje të rregullta. Mund mos i bëja edhe 10 vjet tjera. Po duket se opozita e ndodhur pikërisht në këtë kurs, duket se ka lënë disa prej tezave. Unë nuk e dëgjoj më qeverinë teknike. Unë sot dëgjova që Edi Rama duhet të dorëhiqet. Unë sot dëgjova që Berisha tha ka deputet që edhe mund të ngujohen në parlament për të bërë edhe sfida të forta në mënyrë që t'i bëjmë prezente ndërkombëtarëve, njerëzve faktin që këtu nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe në këtë moment, çfarëdo opozite të kesh përballë, në qoftë se ti ke policinë, mënyrën e numrimit të votave, mënyrën e çuarjes së votës në kuti, ke njerëz të cilët e derivojnë votën, e blejnë votën, e trysnojnë votën për pushtetin. Prandaj zgjimi i qytetarëve është emergjencë. Vendosi dhe Trumpin përballë, rregullat e lojës këto janë. Jo, sepse në qoftë se ti e ke të amplifikuar dhe të mbyllur lojën pa hyrë, atëherë s'ka. Ti marrim gjithë të mirëqenat. Po. Por duke kryer idenë që Edi Rama është pretendimi i opozitës ky flas, më shumë po edhe gjetje të raporteve ndërkombëtare e thon këtë. Jo, dakord, s'ka nevojë për raport ndërkombëtar, i themi në gjithë. Problemi është që ti duke thënë që Edi Rama kështu është i pamundur, ti dekurajon dhe qytetarët e tu. Po nuk ka pushtet që nuk ikën nëse ti arrin të kthehesh në alternativë e besueshme dhe ti bësh qytetarët që ti dalin njerëzit në shesh. Përse njerëzit nuk qëndrojnë aty? Për çfarë do të thonë? Për kauzat që opozita thot janë të pa, duhet thënë, jemi vendi më i korruptuar, jemi vendi me skandalet më të mëdha, ka një tension mes drejtësisë dhe qeverisë, dhe përsëri nuk ke njerëz ta mbështesin këtë. Okej, Rama duhet të ikë. Po, kërkesë opozitës. A besojnë shqiptarët që Berisha duhet vi? Se ka një pyetje shumë të thjeshtë që duhet ja bëjmë vetvetes, në këtë lloj pike, pra duhet flasim hapur, opozita flet hapur, dhe unë nuk i kuptoj. Nëse ata nuk flasin sot kur janë opozitë, po në pushtet, imagjino kur t'jenë interesat, do flasin nga këto deputet të sotëm që është i PD-s. Po, kur s'ka zë sot në opozit, imagjino në pushtet që ne akuzojmë dhe Partinë Socialiste që pse nuk ka debat si dikur që kemi qëndësuar, ne të dy kemi ndjekur mbledhje pa fund të Partisë Socialiste që debatohej, diskutohej. Kemi ndjekur debate pa fund në kohën e PD-s më parë, kur debatohej, kur diskutohej, kur mendime alternative. Tani s'ka asnjë lloj mendimi. Domethënë, a kanë përgjegjësi këta që në këtë lloj pike që mungon ky lloj debati? Pra, se për shembull, unë nuk e kuptova, po do të pyes ty, çka ke kuptuar nga fitoret? Për shembull, fitoi PD-ja me 24 janar, fitoi me 10 shkurt, fitoi me